Koncertet solemne me të cilat shënohet Dita e Pavarësisë së Kosovës për nga përmbajtja dhe kurimi i programit nga viti në vit janë më kuptim plota. Por jo edhe kushtet në të cilat interpreton institucione, por kjo shkon përtej filharmonisë. Historia vendore e ngjarjet ndërshqiptar vijnë nëpërmjet veprave që muzikalisht shprehin fest, sakrificë e shpresë. Veprat shqiptare janë në fokus, por përtej tyre edhe ato të muzikës klasike të nivelit botror që kanë ngjyrat emocionale të asaj çfarë ka kaluar edhe Kosova. Uvertura Nabucco e Giuseppe Verdit, me të cilën është hapur koncerti solemn i Filharmonisë së Kosovës në ditën e 18 dhjetorit të pavarësisë, është pjesa e operës me të njëjtin titull, ku tregohet tmerri në robëri e lufta për ekzistencë. Kujtesa kolektive, malli për atë dheun e shpresa për liri e përshkojnë një pjesë të madhe të uverturës. Në dirigjimin e Baki Asharit, dirigjent permanent i koncerteve të pavarësisë, orkestra i ka dhënë jetë këtij rrëfimi muzikor për t'i hapur rrugë një vepre shqiptare. Tema dhe variacione për trombon dhe orkestër të Aleksandr Vezullit me solist Betim Krasniqin e kanë quar programin nga veprat shqiptare që për bazë e kanë traditën. Premierat kanë vazhduar me shilo të shpërfyll, cyl dyjare, piano dhe orkestër të Aulonaqit. Është një vepër me motive të jugut që plotëson mozaikun e veprave shqiptare në program. Vendim Kapaj me veshje tipike të asaj ane, duke interpretuar në fyll dhe cyl dyjarësh, ka sjell para publikut shkallësi prej interpretuese bashkë me tingujt e melosit të jugut të Shqipërisë. Në piano ka interpretuar vetë kompozitori, aktualisht drejtori i Teatrit të Operës dhe Baletit në Shqipëri. E dueti nga baleti Shot dhe Azem Galica i Nikola Zoraqit ka sjell frymën e betejave e të triumfit. Me bazë të ngjarjet e kryengritësit shqiptar të pjesës së parë të shekullit të kaluar, muzika e Zoraqit me tone epike ka përquar emocionet e betejave e ditëve të vështira bashkë me frymën e triumfit. Ditët e vështira në këtë koncert e ka quar publikun edhe vepra e Valton Beqirit. Nun kuam iterum, lamenti i nënës është rrëfim më vete. Synte veprat e festës, por tek ato që tregojnë rrugtimin e Kosovës deri në festë. E komisionuar nga Filharmonia e Kosovës, kjo vepër ka në fokus të mbijetuarat e dhunës seksuale të luftës në Kosovë. Bazohet në rrëfimin e një nëne që gjendet i shkruar me dorë në një prej mureve të muzeut Qast, i inauguruar më 2024 nga Fondacioni Jahjaga, që udhëhiqet nga ish-presidentja Atifete Jahjaga. Nëna që ishte dhunuar seksualisht nga forcat serbe bashkë me të dy të bijat, njëra 10 e tjetra 7 vjeçe, rrëfem për tmerren. E mitura 7 vjeçare s'ka mbijetuar. Kompozitori Beqiri këtij rrëfimi ja ka dhënë ngjyrat muzikore duke e shndruar një dramë 7 minutëshe për kor dhe orkestër. Është prej dedikimeve më kuptimplota nëpërmjet së cilës Filharmonia prek kujtesën kolektive për të mos harruar atë që ka ndodhur gjatë rrugës për liri e pavarësi. Realisht krijuesi kur nuk është i kënaqur fillimisht me krijimtarinë vet, me punën e tij, mendon që gjithmonë ka hapësirë me dhënë më tepër. Natyrisht edhe besoj që edhe instrumentistët e kanë të njëjtën ndjenjë, që është më rëndësi që mesazhi dhe emocionet janë përçuar nëpërmjet veprës, nëpërmjet këndimit edhe interpretimit që edhe publiku ka përjetuar. Kështu që besoj që në të ardhmen me pak më shumë kohë dhe sforcim kjo vepër mund të qenë në nivelin çfarë kam pasur unë dëshirë. Pas këtij përjetimi ka qenë koha e veprës Gloria e kompozitorit anglez John Rutter.
është një udhëtim muzikor modern që vjen si lavdërim, reflektim, triumf dhe gëzim. E kompozuar më 1974 nga një prej emrave më të njohur në Britaninë e Madhe, Gloria ka bazën te lutja liturgjike latine Gloria in excelsis Deo, një nga tekstet më të njohura të traditës kishtare. Energjia festive bashkë me kontrastet emocionale e bëjnë atë të veçantë. Me që është ditë festive, e rëndësishme për ne, nuk mjafton vetëm festa muzikore. Ne sonte patëm në program edhe dhimbje në veprën e Valton Beqirit që është shkruar enkas për këtë koncert, për këtë përvjetar, dhe mundohemi të përqojmë pra mesazhe edhe të historisë së vonshme tonës, patëm vepra edhe që aludojnë në historinë të kaluarën tonë, patëm edhe nga jugu i Shqipërisë, themi një solist dhe një vepër mjaft interesante, një themi konglomerat, një muzikë kombëtare. Natyrisht patëm edhe vepra artistike të literaturës botërore, jo rastësisht me që gjithmonë Filharmonia në programet e veta kujdeset që të komunikojmë edhe me botën jashtë. Mos të jetë kjo një qark i mbyllur, të kemi për shembull vetëm vepra themi kosovare shqiptare, por të tregojmë botës se ne interpretojmë në mënyrë të dinjitetshme edhe vepra të literaturës madhe, siç ishte për shembull vepra e kompozitorit amerikan John Rutter, Gloria, një vepër mjaft emblematike të them edhe festive, por edhe ka një mesazh që mund të lidhet në kuptimin e seriozitetit, po edhe festës. E ushtruesi i detyrës së drejtorit të Filharmonisë së Kosovës, Dardan Selimaj, ka thënë se në vitet e fundit institucioni në koncertet e pavarësisë kryesisht fokusohet në promovimin e muzikës së kompozitorëve të Shqipërisë dhe Kosovës, ose kompozitorëve të cilët materialin tematik të kompozimeve të tyre e kanë me bazë në muzikën shqiptare apo trajtojnë tematika të cilat lidhen me Kosovën. Për shumë prej nesh sot liria dhe shtësia festohet ndryshe, por shumë të tjerë ajo vazhdon të jetë jo e plot, për shkak se drama në për cilën kanë kalu është jashtëzakonshme. Kështu që tentojmë që ajo panorama e përgjithshme e programit të përfshi gjithçka në atë peizazhin e gjerë, i cili është e vështirë është të përmbledhet në një ore ca minuta muzikë, por megjithatë ne tentojmë që ta arrim sa e arrim atë ndoshta mbetet ta shohim në ditën e vazhdim kur reflektojmë mbi programin edhe mbi atë që ka ndodhur sonte. Me krejt avancimin profesional që ka bërë, institucioni përballet me kushtet e njëjta qysh prej kur u themelua, e nëse krahasohet me koncertin e ditës së pavarësisë, improvizimi me hapësira është konstantja tash e 18 vjet. Përtej kësaj, koncerti i së martës mbrëma qes sikur një dramë që vihet në skenë për të rrëfyer e festuar. Një dramë muzikore ku bashkohen ditët e vështira bashkë me ato të mira, kujtesa kolektive e aspirata për të ardhmen.